3, 2, 1. Loja starton. Shohim se kush I ka reflekset më të shpejta dhe mendjen më të mprehtë. Legjenda jon, lezja jon e dashur apo Albulena në këtë enigmë të parë që është shohim nëse kanë të qartë garueset se çfarë po na shfaqet në fotografi, kush është ky personalitet I njohur I botës tonë. Lezja e para. Lezja ka shtyp gomën. Mitrovica Litinja. Që s'ket zeni. Femi Ferrati, përgjigje e saktë. Shkojnë edhe me raundin e dytë, për Qendrani. Hajde. Sa janë? 3 raunde I kemi. Hala herët ko ka më këtu. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Lezja ka fituar raundin e parë duke e qëlluar sakt enigmën e parë. Pra të shohim se kur do ta fitoj këtë raund të dytë gjithsej kjo lojë, 2 pikë I sjell fituesit. Çfarë po na shfaqet në këtë fotografi të shohim se cila prej 2 garueseve do të jetë më e shpejt për ta gjetur personalitetin e radhës. Është Albulena. Albulena e ka shtypur. Ta shohim se... Orhani. Orhan Morati. E dita po s'kesh të sigur të shmirë. Orhan Morati, moderatori I lajme të Klan Kosovë. E kam njoft më re? E nja. Rezultati është 1-1, na kam betur edhe një raund. Për Qendrani duhet fitore. E se u ka ka dorën. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka bëhet më interesante dhe më dramatike derisa 2 garueset e kanë qelluar nga një raund. Shohim se kush do ta fitojë raundin e tretë për t'i fituar këto 2 pikë. A do t'jetë Lezja apo Albulena më e shpejt për ta prekur butonin. Shohim se cili personalitet po na shfaqet në këtë fotografi. Është Albulena që e ka prekur e para. Albulena. Mini Zenon Pajaziti. Zenon Pajaziti, është përgjigja e fundit? Qashtu më Je sigurt? Zenon Pajaziti. Ajo më të e dita më mirë. Zenoni. Zenon Pajaziti, përgjigja. E pasat. Mos u gëzoni. Se leve pak. Përgjigja është e gabuar, është Resul Sinani, moderatori I Radio Televizionit Kosovës. Lezja fitoj! Bravo! Lezja fitoj. Le ta shohim rezultatin. Rezultati është 5-2 për sin dashurie. Jeni afru shumë afër.